Në një kohë kur ritmi i jetës është gjithnjë më i shpejtë dhe qetësia bëhet gjithnjë më e rrallë, kujdesi për veten merr një rëndësi të veçantë. Gjumi, ky proces i thjeshtë dhe i natyrshëm, mbetet një nga shtyllat kryesore të shëndetit dhe mirëqenies son. Faqja na ishte dikur, e cila prej vitesh ruan kujtesën, vlerat dhe qetësinë e kohëve të shkuara, ju sjell këtë mesazh si një ftesë për t'u ndalur, për të marrë frymë dhe për t'u rikthyer te balanca e brendshme. Ashtu si dikur, kur netët ishin më të qeta dhe pushimi kishte kuptim, sot ju ftojmë të riktheni respektin për gjumin dhe për trupin tuaj. Në këtë rrugtim të ndarë në 15 etapa, do të ndajmë këshilla të thjeshta dhe të vlefshme për të ndërtuar një rutinë të shëndetshme gjumi. Një udhërrëfyes i qetë, i përcjell me kujdes nga na ishte dikur, për t'ju ndihmuar të gjeni sërish qetësinë, energjinë dhe harmoninë në jetën tuaj të përditshme. Etapa 1. Gjumi si themeli i qetë i jetës. Gjumi është një nga proceset më të thjeshta në dukje, por njëkohësisht një nga më të fuqishmit për jetën e njeriut. Çdo natë, pa zhurmë dhe pa bujë, trupi ynë hyn në një gjendje riparimi të thellë. Muskujt shlodhen, qelizat rigjenerohen dhe sistemi imunitar forcohet. Por mbi të gjitha, është mendja ajo që gjen hapësirë për t'u qetësuar, për të sistemuar mendimet dhe për të ruajtur kujtimet. Në kohët e sotme, gjumi shpesh sakrifikohet. Ne flem më pak, më keq dhe më të shqetësuar. E shohim gjumin si kohë të humbur, jo si nevojë jetike. Por e vërteta është se pa gjumë cilësor, asnjë aspekt tjetër i jetës nuk funksionon siç duhet. Trupi lodhet më shpejt, mendja bëhet më e paqëndrueshme dhe emocionet më të vështira për t'u menaxhuar. Gjumi është momenti kur njeriu ndalon së luftuari me ditën dhe i dorëzohet natës. Është një akt besimi, një pauzë domosdoshme në rrjedhën e pandërprerë të jetës. Duke i dhënë gjumit rëndësinë që meriton, ne nuk po bëjmë asgjë të jashtëzakonshme, po kthehemi thjesht te natyralja, ashtu siç ka qenë gjithmonë. Etapa 2. Ora biologjike dhe ritmi natyror. Trupi i njeriut nuk është një makineri pa ndjenja. Ai ka ritmin e vet, një orë të brendshme që rregullon çdo proces, nga frymëmarrja deri te gjumi. Kjo orë biologjike është e ndjeshme ndaj dritës, errësirës dhe zakoneve tona të përditshme. Kur flem dhe zgjohemi çdo ditë në orare të ndryshme, trupi ngatërohet. Ai nuk e di më kur duhet të pushojë dhe kur të zgjohet. Kjo sjell lodhje kronike, pagjumësi dhe ndjesinë e vazhdueshme se nuk jemi kurrë plotësisht të çlodhur. Rregullësia nuk është kufizim, por stabilitet. Kur ne krijojmë një orar të qëndrueshëm gjumi, trupi fillon të bashkëpunojë me ne. Rënja në gjumë bëhet më e lehtë, zgjimi më i natyrshëm dhe energjia gjatë ditës më e balancuar. Ashtu si dikur, kur dita mbyllej me errësirën dhe nata respektohej si kohë pushimi, edhe sot, trupi ynë kërkon të njëjtën gjë: ritëm, qetësi dhe vazhdimsi. Ora biologjike nuk gënjehet, ajo ose respektohet, ose na kujton veten përmes lodhjes. Etapa 3. Rutina e mbrëmjes, ura drejt gjumit. Asnjë trup nuk kalon me njëherë nga zhurma në qetësi. Ne kemi nevojë për një tranzicion, për një kalim të butë nga dita aktive drejt natës së qetë. Kjo është arsyeja pse rutina e mbrëmjes është kaq e rëndësishme. Rutina nuk është thjesht zakom, ajo është gjuhë që trupi dhe mendja e kuptojnë. Kur çdo mbrëmje përsërisim të njëjtat veprime, truri fillon t'i lidhë ato me gjumin. Drita që zbehet, zhurmat që paksohen, ritmi që ngadalsohet, të gjitha këto janë sinjale qetësuese. Një rutinë e mirë mbrëmjeje nuk ka nevojë të jetë ndërlikuar. Ajo kërkon vetëm qëllim dhe qëndrueshmëri. Të ndalesh pak, të mos nxitosh, t'i japësh vetes kohë për të mbyllur ditën me qetësi. Në këtë qetësi të vogël, trupi fillon të çlirohet nga tensionet, mendja nga ngarkesat dhe gjumi vjen natyrshëm, pa u imponuar. Rutina është ftesa jon për gjumin, dhe gjumi përgjigjet vetëm kur ndihet i mirëpritur. Etapa 4. Shkëputja nga ekranet, riksimi te errësira. Në mbrëmje, trupi i njeriut kërkon errësirë.
jo vetëm errësirë fizike, por edhe mendore. Për mijëra vjet, nata ka qenë kohë pushimi, qetësie dhe heshtje. Sot, kjo errësirë është zëvendësuar nga dritat e ekraneve, nga ngjyrat e forta dhe nga informacioni i pandërprerë. Drita blu e telefonave, televizorëve dhe kompjuterëve mashtron trurin. Ajo i jep sinjal se është ende ditë, se duhet të qëndrojë zgjuar, vigjilent dhe aktiv. Si pasojë, prodhimi i melatoninës, hormonit të gjumit, vonohet dhe trupi humbet ritmin e tij natyror. Shkëputja nga ekranet nuk është ndëshkim, por lehtësim. Është një mënyrë për t'i dhënë mendjes hapësirë për të marrë frym. Kur dritat artificiale fiken, trupi fillon të kthehet te vetja. Syt pushojnë, mendimet ngadalsohen dhe gjumi afrohet pa u ndjerë. Të mbyllësh ekranin është në thelb një akt kujdesi. Është të thuash, tani është koha për qetësi. Dhe trupi, kur e dëgjon këtë mesazh, përgjigjet me paqe. Etapa 5. Dhoma e gjumit. Streh e qetësisë. Dhoma e gjumit nuk është thjesht një hapësirë fizike. Ajo është një ndjesi, një streh ku trupi duhet të ndihet i sigurt, i mbrojtur dhe i qetë. Çdo detaj në këtë ambient ndikon në mënyrën se si flen. Drita e fortë, zhurmat e panevojshme dhe rrëmuja e tepërt e mbajnë mendjen aktive. Trupi nuk relaksohet plotësisht në një ambient që i ngjan ditës, ndërsa errësira, qetësia dhe thjeshtësia japin sinjal se pushimi është i lejuar. Temperatura e dhomës, ajri i pastër dhe mungesa e shpërqëmimeve janë element të vegjël, por thelbësor. Dhoma e gjumit duhet jetë vendi ku dita ndalet dhe nata fillon. Një hapësirë që nuk kërkon asgjë nga ne, përveç se të pushojmë. Kur ambienti është i përshtatshëm, trupi e ndjen menjëherë ndryshimin. Frymëmarrja bëhet më e qetë, muskujt çlodhen dhe gjumi vjen natyrshëm, pa përpjekje. Etapa 6. Ushqyerja e mbrëmjes, balancë dhe masë. Trupi ynë nuk fle mirë kur është ende i zënë me tretjen. Ushqimi i rënd, i bollshëm ose i vonë e mban organizmin në gjendje pune kur ai duhet të pushojë. Kjo krijon shqetësim, ndjesi rëndese dhe gjumë të ndërprerë. Ushqyerja e mbrëmjes duhet të jetë e thjeshtë dhe e lehtë, jo për të privuar veten, por për ta ndihmuar trupin të qetësohet. Kur stomaku nuk është i mbingarkuar, trupi kalon më lehtë në gjendjen e pushimit. Ashtu si dikur, kur darka ishte e hershme dhe e matur, edhe sot trupi ynë kërkon masë. Ushqimi duhet të ushqej, jo të lodh. Një mbrëmje e lehtë krijon një natë më të qetë. Kur ushqimi respektohet si pjesë e ritmit të ditës dhe jo si ngarkesë për natën, gjumi bëhet më i thellë, më i qëndrueshëm dhe më çlodhës. Etapa 7. Kafeina dhe alkooli. Iluzioni i qetësisë. Në mbrëmje, trupi kërkon qetësi, por shpesh ne i japim stimul. Kafeina dhe alkooli janë dy nga substancat më të përhapura që ndikojnë drejt për drejt në gjumin ton, edhe kur nuk e kuptojmë menjëherë. Kafeina është një nxitës i fuqishëm i sistemit nervor. Ajo mund të qëndrojë aktive në trup për shumë orë, edhe kur ne mendojmë se efekti i saj ka kaluar. Një filxhan kafeje në pasdite të vonë mund të jetë arsyeja pse mendja nuk qetësohet në shtrat, pse gjumi vonohet dhe pse zgjimi është i lodhur. Alkooli, nga ana tjetër, krijon një iluzion qetësie. Në fillim, ai e relakson trupin dhe jep ndjesinë e përgjumjes, por gjatë natës ai prish strukturën natyrale të gjumit, duke shkaktuar zgjime të shpeshta dhe pushim të cekët. Trupi nuk rigjenerohet plotësisht dhe mëngjesi vjen pa energji. Të heqësh dorë nga këto stimuj në orët e mbrëmjes nuk është kufizim, por respekt për trupin. Është t'i japësh atij mundësinë të pushojë në mënyrën e vet, pa ndërhyrje artificiale. Dhe kur trupi lihet i lirë, gjumi vjen më i qetë dhe më i thellë. Etapa 8. Qetësimi i mendjes. Ndalimi i zërave të brendshëm. Edhe kur trupi është i lodhur, mendja shpesh vazhdon të flasë. Mendimet e ditës, shqetësimet, planet dhe fjalët e pathëna kthehen në shtrat dhe na mbajnë zgjuar. Kjo është një nga arsyet më të shpeshta të pagjumësisë moderne. Mendja nuk qetësohet me urdhër,
Ajo ka nevojë për kohë, për durim dhe për mirëkuptim. Nëse e shtyn veten drejt gjumit pa i dhënë mendjes hapësirë për t'u shliruar, ajo do të rezistojë. Qetësimi i mendjes fillon me ndalimin e ritmit, me pranimin se dita ka mbaruar dhe se jo çdo gjë ka nevojë për zgjidhje sonte. Disa mendime mund të presin deri nesër, disa shqetësime nuk kanë nevojë për përgjigje në këtë moment. Kur i japim mendjes leje të pushojë, ajo gradualisht hesht, dhe në këtë heshtje të butë, gjumi gjen vendin me vet. Etapa 9. Frymëmarrja. Ura mes trupit dhe qetësisë. Frymëmarrja është lidhja më e drejtpërdrejtë mes trupit dhe mendjes. Kur jemi të stresuar, frymëmarrja bëhet e shpejtë dhe e cekët. Kur jemi të qetë, ajo ngadalësohet natyrshëm. Duke kontrolluar frymëmarrjen, ne mund të ndikojmë drejtpërdrejt në gjendjen tonë të brendshme. Frymëmarrja e thellë dhe e ngadalt i dërgon trupit sinjalin se rreziku ka kaluar, se nuk ka nevojë për vigjilencë. Rrahjet e zemrës ulen, muskujt të çlodhen dhe sistemi nervor kalon në gjendje pushimi. Disa minuta frymëmarrje vetëdijshme para gjumit janë si një urë e qetë drejt natës. Pa fjalë, pa përpjekje. Vetëm ajër që hyn dhe del, ngadalë, me ritëm. Në këtë ritëm të thjesht, trupi kujton se di të pushoj, dhe gjumi jen, jo si detyrim, por si vazhdim natyral i qetësisë. Etapa 10. Lëvizja e butë, çlirimi i tensionit. Trupi mban mend gjithçka. Çdo tension, çdo shqetësim, çdo orë gjatë e ditës grumbullohet në muskuj, në shpatulla, në shpinë, në qafë. Kur shtrihemi për të fjetur pa e çliruar këtë ngarkesë, trupi mbetet i tensionuar edhe gjatë natës. Lëvizja e butë para gjumit nuk ka për qëllim lodhjen, por çlodhjen. Nuk janë ushtrime intensive, por shtrirje të lehta, të ngadalta, të vetëdijshme. Lëvizje që i tregojnë trupit se dita po mbyllet dhe se nuk ka më nevojë për forcë apo vigjilencë. Kur ushtrim muskujt ngadal, trupi fillon të lëshojë. Frymëmarrja thellohet, tensioni zbret dhe ndjesia e rëndesës zëvendësohet nga qetësia. Është një mënyrë e thjeshtë për t'i thënë trupit, tani mund të pushosh. Ashtu si dikur, kur puna fizike mbyllej me perëndimin e diellit dhe trupi ndjente natyrshëm lodhjen e shëndetshme, edhe sot kemi nevojë për këtë kalim të butë nga aktiviteti në pushim. Lëvizja e qetë është një përgatitje e heshtur për gjumin e thellë. Etapa 11. Pozicioni i trupit, mbështetja e duhur. Gjumi nuk varet vetëm nga sa orë flem, por edhe nga mënyra se si qëndron trupi gjatë natës. Një pozicion i gabuar mund të sjellë shqetësime, zgjime të shpeshta dhe ndjesinë se nuk jemi çlodhur mjaftueshëm. Trupi ka nevojë për mbështetje natyrale. Qafa, shpina dhe shtylla kurrizore duhet të qëndrojnë në një vijë të qetë, pa tension. Një jastëk i përshtatshëm dhe një dyshek i mirë nuk janë luks, por bazë për një gjumë cilësor. Kur trupi është i mbështetur siç duhet, ai nuk lufton gjatë natës. Muskujt nuk tensionohen, qarkullimi i gjakut përmirësohet edhe gjumi bëhet më i thellë. Trupi pushon pa u shqetësuar, pa u përpjekur të gjejë rehati. Pozicioni i duhur është një formë kujdesi të heshtur ndaj vetes. Është të respektosh trupin edhe gjatë pushimit, ashtu siç do ta respektoje gjatë ditës. Dhe kur trupi ndihet i respektuar, ai përgjigjet me qetësi. Etapa 12. Qetësia emocionale. Paqja para natës. Gjumi është i ndjeshëm ndaj emocioneve. Edhe nëse trupi është i lodhur, tensionet emocionale mund ta mbajnë mendjen zgjuar. Debatet, shqetësimet, lajmet negative dhe fjalët e rënda nuk mbyllen lehtë bashkë me dritën. Para gjumit është e rëndësishme të ndalemi emocionalisht, të mos i marrim me vete në shtrat peshat e ditës. Jo çdo konflikt ka nevojë për zgjidhje sonte. Jo çdo shqetësim kërkon përgjigje të menjëhershme. Qetësia emocionale është një zgjedhje e vetëdijshme. Është të vendosësh kufi mes ditës dhe natës, të lejosh veten të pushojë jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ashtu si dikur, kur mbrëmja ishte kohë reflektimi dhe heshtjeje, edhe sot kemi nevojë për këtë ndalesë. Kur emocionet qetësohen, mendja hap rrugën për gjumë.
Dhe gjumi, në këtë paqe të brendshme, bëhet më i thellë dhe më shërues. Etapa 13. Fuqia e rregullsisë, siguria që kërkon trupi. Gjumi i mirë nuk ndërtohet nga një natë vetme. Ai është rezultati i përsëritjes, i rregullsisë dhe i durimit. Trupi i njeriut ndihet më i qetë kur di çfarë të pres. Kur dita dhe nata ndjekin një ritëm të qëndrueshëm, organizmi hyn në një gjendje sigurie të brendshme. Rregullsia nuk është monotoni, ajo është stabilitet. Është një marrëveshje e heshtur me trupin, çdo natë në të njëjtën orë ti ke të drejtën të pushosh. Dhe trupi, kur e kupton këtë, fillon të bashkëpunojë. Gjumi vjen më lehtë, pa tension, pa rezistencë. Edhe kur dita ka qenë e vështirë, edhe kur mendja është e ngarkuar, mbajtja e rutinës është një akt kujdesi. Është të mos e ndëshkosh trupin për lodhjen, por ta mbështesësh atë. Rregullsia krijon një bazë të fortë, mbi të cilën gjumi ndërtohet natë pas nate. Ashtu si dikur, kur jeta kishte ritme më të qarta dhe netët respektoheshin, edhe sot trupi ynë kërkon të njëjtën gjë, vazhdimsi. Në këtë vazhdimsi, gjumi bëhet mik, jo betejë. Etapa 14. Përfitimet e gjumit cilësor, ndryshimi i heshtur. Një gjum i mirë nuk bën zhurmë. Ai nuk shpallet, nuk shihet me njëherë, por ndihet. Ndihet në mënyrën si zgjohemi, si flasim, si reagojmë ndaj ditës. Kur flasim për përfitimet e gjumit, flasim për ndryshime të vogla por të thella. Energjia rritet natyrshëm, por qëndrimi bëhet më i mprehtë. Humori stabilizohet. Trupi ndjen më pak dhimbje dhe mendja përballon më mirë stresin. Gjumi cilësor forcon sistemin imunitar dhe ndihmon organizmin të ruajë ekuilibrin. Por përfitimi më i madh është ndjesia e brendshme e qetësisë. Kur flem mirë, nuk jemi gjithmonë në luftë me veten, nuk jemi gjithmonë të lodhur, të irrituar apo të shpërqendruar. Jeta merr një ritëm më njerëzor. Gjumi i mirë është themeli mbi të cilin ndërtohen ditë më të mira. Ai nuk e zgjidh çdo problem, por na jep forcën për t'i përballuar ata me më shumë qetësi dhe durim. Etapa 15. Rikthimi te qetësia. Gjumi është një nga aktet më të thjeshta të kujdesit ndaj vetes. Nuk kërkon mjete, nuk kërkon përpjekje të jashtëzakonshme. Kërkon vetëm vëmendje, respekt dhe dëgjim të trupit. Në këtë rrugtim prej 15 etapash, kemi folur për ritmin, qetësinë, rregullsinë dhe balancën. Kemi folur për gjëra të thjeshta, por thelbësore, sepse shpesh zgjidhjet më të thella nuk janë të ndërlikuara, janë të harruara. Faqja na ishte dikur, ju ftoi në këtë ndalesë jo për t'ju mësuar diçka të re, por për t'ju kujtuar diçka të vjetër, se trupi di të pushojë nëse ne e lejojmë, se nata është për qetësi dhe se gjumi është një edejt, jo një luks. Lejoni veten të ndaleni, të merrni frymë, të fikni zhurmat dhe të riktheheni çdo natë te qetësia që gjithmonë ka qenë aty.